Një ardhë sot në të takim dhe jo pa qëllim sot ky takim është bërë këtu në fushën e futbollit. Mund gjenim një sallë, mund të shpjegonim gjithë draftin e programit Partisë Socialiste për sportin që nuk e kanë bërë unë, por e kanë bërë një grup specialistësh që i keni sot këtu. Kanë ardhur nga Tirana, nga Elbasani për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve që do bëni ju. Por ne qëllimisht e bëm këtu në fushën e futbollit duke parë që Librazhdi, ky qytet i mrekullueshëm për mua se unë kaloj shpesh edhe ndaloj, por duke pas edhe Taulantin shok edhe mik që është deputeti i këtij qyteti, i këtij qarku, i kësaj zone dhe që e do shumë dhe është si puna ime që çdo javë dhe çdo 10 ditësh këtu në Librazhd. Unë erdha me qejf pasi kur kemi bërë këtë draft program, menduam që do ta bëjmë në 12 qarqet Shqipërisë dhe do ta bënim në ato qytete ku janë qendër qarku. E kemi bërë në Elbasan, biles e kemi bërë 2 herë në Elbasan, një herë e bëm si program rajonal ku folëm dhe për probleme tjera dhe për sportin, një herë tjetër e bëm vetëm për sportin, ku erdhi dhe një grup nga Librazhdi atje, por duke parë që ky program është bërë me shumë dashuri, është bërë me shumë përkushtim, nga specialista që janë pa parti, pati një impakt shumë të madh dhe ne nuk pritëm që të vinin zgjedhjet dhe të vinim këtu në Librazhd për t'ju treguar që do ju bëjmë mrekullira, do bëjmë një stadium olimpik, e do bëjmë gjëra po të na jepni votat. Nuk ka të bëj fare, kemi 2 vjet që i kemi hyrë këtij rrugtimi gjithë Shqipërinë. Në Athinë, në Prishtinë, në Kukës, në Saran, në Vlorë, në Fier, në Lushnjë, ku s'kemi vajtur. Kemi vajtur për t'i thënë të gjithë njerëzve të sportit dhe jo vetëm, se ky program që ne kemi bërë nuk është vetëm për futbollin, nuk është vetëm për sportin elitar për atë që kërkoni ju këtu në qytet. Ky program ka brenda orët e mësimit në shkolla që pothuajse janë shkrirë. Po duke futur orët e mësimit në shkolla atje ku na sugjeron në Bashkimin Evropian nga 3 orë deri 5 orë në javë, do shtohen 1200 mësues në të gjithë Shqipërinë në këtë projekt që kemi ne. Dhe këto palestrat e shkollave që janë në rënim dhe këtu në Librazhd do futen eficiencë që ata mësues fizkulture që do punojnë do kenë një skuadër futbolli. Ke mbaruar akademinë në Universitetin e Sporteve, s'ke vend pune ku të punosh. Do vish do bësh mësues i edukimit fizik, por normalisht do kesh dhe një ekip të klasave sportive që ne kemi ndërmend t'i fusim në shkolla. Domethënë politikat e Partisë Socialiste këtë herë janë politika serioze. Dhe ka thënë vetë kryetari i Partisë Socialiste shoku Edi Rama që në 22 vjet asnjë forcë politike nuk ka marrë një nisëm të tillë për sportin. Se me drejt shefi klubit tha Ministria e Turizmit, e Kulturës, e Rinisë, e Sportit është në fund fare. Por kjo nuk ka të bëjë thjesht me renditjen. Kjo ka të bëjë me vëmendjen e të gjitha qeverive, të majta dhe të qarkut tonë për të gjithë shqiptarëve. Dhe ju do të shikoni që ky draft program është një draft program i bërë dhe me kosto financiare. Është me këmbë në tokë që ju mund thoni ku do i gjeni parat për të bërë. Ne kemi ardhur këtu, ndoshta sot është ditë, jemi këtu në stadium dhe nuk nxjerrim dot ato slajdet që kemi bërë me videoprojektor, por ne kemi ardhur t'ju flasim për ato probleme që ka nevojë Librazhdi, ka nevojë ky qytet për këtë stadium të rënuar që të kemi mundësi jo ta rregullojmë, por ne do ta bëjmë këtë bashkë me Taulantin. T'jeni të sigurt që me ardhjen e qeverisë Partisë Socialiste e shtesim ato qytete që e duan këtë sport, e duan se ju futbolli ju nuk jeni si qytetet mëdha që keni 20 sporte, që doni dhe pallat sporti, doni dhe këtë dhe të gjitha duan. Por futbollin ju e doni, keni një skuadër, por ne ndryshime do t'i bëjmë rrënjësore. Nuk do t'i bëjmë thjesht të gjejmë një sponsor, t'i gjejmë një 2 bluza, ca topa dhe hajde të luajmë futboll. Jo, do t'i bëjmë i bazë ligjore, që të kemi mundësi që ai biznes që do t'i afrohet jo vetëm një njeri, po të bëhen disa biznesmen, ta dinë mirë që me ligj në rast se do t'i afrohen ekipit futbollit dhe do t'a bëjnë shoqëri aksionere me qëllim fitimi, do të kenë vëmendjen e shtetit në uljen e taksave. Do të bashkëpunojnë me bashkinë që bashkia ato pak para sa ka për sportin të ketë përqindjen e vetë në këtë shoqëri aksionere. Por të ketë mundësi që bashkia t'ja japi biznesit fushën e futbollit, po t'ja japi jo për të ndërtu pallate,
që të prishësh turizmin e të bësh pallate. Po të kesh mundësi që të ndërtosh stadium, t'ja japësh me koncesion dhe në bashkëpunim t'ja bëjmë këto shkallët, po t'i bëjmë dhe këto dhomat e zhveshjesh, të bëjmë dhe ca dushe dhe ca banjo, po të bëjmë dhe këtë fushën këtu mbrapa, që këta fëmijët e vegjël, këto talente, ta habiten ju mbas disa vjetësh kur t'i kërkojnë ekipet e para në Super League, apo ekipet e jashtë, se këte kanë dalë, të gjitha futbolistët tanë, ose ata që luajnë në Zvicër, që bëjnë ekipin kombëtar Zvicër 6 shqiptar, po pse? Po kanë luajtur në kushte të mira. Kanë luajtur në fusha me bar, jo si Luca që është këtu. Si Balta që është këtu, se është e tmerrshme. Kjo kërkon vëmendje dhe nuk është se është vetëm çështje parash. Ne parat për sportin do t'i gjejmë, se shpeshherë na pyesim ku do i gjeni parat se kaq është buxheti. Po ja u them që do t'i gjejmë parat nga të ardhurat dytësore. Kompanive të basteve që kryejnë aktivitetin e biznesit tyre nga futbolli dhe nga sporti, do t'i rrisim përqindjet e fitimit, po nuk do t'i arrisim si bandit, se duam ne, po do t'i thërresim, do ulemi, do i themi që zotëri, ju do të kryeni një aktivitet, po jo njëri me një nipt, se është i Saliu dhe tjetri me 400 nipte se është i opozitës. Do punoni në mënyrë të ndeshme, po online, do t'a bëni këtë biznes dhe të gjitha parat kaq përqind do të erdhen për sportin, duke rritur përqindjen e kompanive të basteve. Dhe atë që tha në kongres kryetari partisë që do të marrim një përqindje nga lotaria kombëtare, do t'i jepen sportit dhe do t'i themi sa përqind ka sporti elitar, a e dini ju që sa përqind ka 700.000 euro jepen për 25 federata. Është e tmerrshme, kur Kosova e ka 4 fishin ton. Nuk po flas vendet e Europës që e kanë me 100 fishin më shtret buxhetin e sportit. Por t'jeni të sigurt që ne me aq para që do të marrim, do të bëjmë 2 fishin dhe 3 fishin e punës që janë bërë deri tani nga gjitha qeveritë për sportin. Do të mbledhim X para dhe do themi, ora këtë vit do bëjmë 2 stadiume. Një në Librazh edhe një do ta bëjmë për shembull Qemal Stafën ose një në një qytet tjetër. Po kjo do bëhet në bashkëpunim me ministrinë, me Federatën e Futbollit që na ka marrë përsipër bashkë me Taulandin, presidenti i Federatës, Armand Duka dhe këshilli atje drejtues për të na bërë tapetin e kësaj fushës. Dhe kjo është e rëndësishme. Që ne të fusim në eficiencë dhe të tjerë, Federatën e Futbollit, bashkinë, donator, sponsor të ndryshëm, që të kemi mundësi këtij qytetit t'ia ngrejmë atë adrenalinën, por jo të bëjmë që thjesht t'i rregullojmë fushën dhe pastaj të marrim 10 lojtarë nga Tirana, një nga Librazhi këtu, t'ia vëmë emrin Sopoti këtu, edhe çau pa, në një kohë që s'kemi as trajner për shembull, as burime njerëzore, as menaxher, që të gjitha duhet jenë nga qyteti. Dhe qëllimi jonë është që të ngrihen ekipet zinxhir këtu, që të vlojë jeta e këtij qyteti, kultura e këtij qyteti, adrenalina e këtij qyteti çdo javë, me ekipet zinxhir, me ekipet e të rive, me ekipin e parë, ta nxjerrim edhe në Super League, po kjo kërkon burime njerëzore, kjo kërkon njerëz të trajnuar, që është detyrë e Federatës Futbollit, bashkëpunim me ministrinë dhe me bashkinë, për të trajnuar këta të rinj që mbarojnë shkollën e edukimit fizik dhe t'i bëjnë trajnera futbolli, për të vazhduar rrugën e trajnerëve ekzistuese, shefave ekzistues, për të pasur një menaxher të mirë qyteti që kur të bëhen ato ndeshjet të vijnë eficiencë të gjithë reklamat e biznesit dhe për të argëtuar dhe ca para të tjera nga të ardhurat dytësore. Prandaj u them, mos u mërzisni, sepse ne në sport do të bëjmë një ndryshim radikal, po ndryshimi radikal nuk do ta bëjmë me fjalë boshe, se i kemi dhënë fytyrën në të gjithë Shqipërinë duke bërë premtime që mbahen, nuk kemi bërë asnjë premtim që s'mbahet. Kam vajtur në Kukës për shembull dhe i kam thënë, këtu do bëjmë një palestër mundje, se ky qytet ka nxjerr kampiona bote dhe kampiona Europe. Jo se nuk duam të investojmë futboll në Kukës, por jo ta bëjmë futbollin që vjen një biznesmen që ka bërë një pjesë të rrugës atje të autostradës, ka marrë 5 lekë nga qeveria, jep 2 lekë dhe në fund vitin mbaron rruga, thot s'do jap më, dhe kupsi ikën nga Superliga mund të shkojë kategori 2 të nesër. Ne do të bëjmë ca investime me mend atje ku dhem dhëmbë. Sigurisht sporti ka shumë lloje, po ne një sport kemi në Librazh, është futbolli. Dhe jo pa qëllim unë zgjodha sot që këtë takim ta bëjmë këtu tek sheshi Mejdanit ku
ekipi i Sopotit, themi drejtën, ka shkruar një histori. Po them për stadiumin e Librazhit. Se parë Fidelim tha unë se votoj buxhetet dha, po nuk qe rrugës ka parë, unë them për stadiumin. Jo se edhe ne kemi shumë rrugë tjera për të bëra, po qyteti i Librazhit e meriton. E meriton një stadium edhe në kuadër të vjetërsisë që ne kemi në të gjitha kategoritë e futbollit, por edhe për një lloj kontributi pozitiv që kemi dhënë, se duhet dini një gjë që nuk e dinim në Tiranë, në ka një ekip në Shqipëri që një herë që është dhënë kupa Fair Play, e atë kupë ka marrë vetëm Librazhit. Për herë të parë, në herë të fundit që është dhënë kupa Fair Play, sepse pavarësisht se na kanë gjobitur me pa të drejtë, na kanë gjobitur fushën e na kanë zbritur kategoria, kjo nuk ka ndodhur për shkak sportazhëve të Librazhit, ka ndodhur për arsye tjera, provokime, keq menaxhim nga ana e gjyqtarëve. Shkojmë ke pjesa Po, sigurisht vetëm Librazhi e merr, sa herë që të bëhet atë. Tani shkojmë ke një pjesë tjetër, pjesa mas e 100 vjetësh nuk di çfarë do bëj. Unë mendoj, unë nuk e di situatën edhe s'mund të flas për një gjë që nuk e di, po them, derisa aty është fushë dhe s'është ndërtuar, edhe nëse është bërë ndonjë gabim me vendim gjykate dhe është kthy pronarëve, ne jemi që pronarëve t'i kthehet prona, po jo terrenet sportive. Shteti t'i kompensojë me çmimin e tregut, t'i japi parat pronarit 1.000, sepse po nuk vajti prona kej zoti, ky vend s'do bëj hajër kurrë. Por ka i problem. Shteti mund thot, ky pallati këtu do prishet. Të mundurën e mundshme që ajo fushë t'jetë fushë, por pronarët marrin parat. Kjo është ajo që ne mund t'i premtojmë. Se dhe të vish të investoj FIFA, UEFA, Federata Futbollit në një gjë që është e pronarëve, do kesh probleme, do hysh gjyqeve. Ktu është roli i shtetit që terrenet sportive nuk duhet tjetërsohen. Mos ndodhi si ke klubi Partizani, që na del Sali Berisha për interesat të familjes vet, të pronarëve tokës që ishte dhëndri vet, shkon dhe ndron ligjin mes natës. Nga terrenet sportive e bën për të ndërtuar. Ky është korrupsion. Ky është merr i vërtet. Edhe që s'duhet ndodhi me terrenet sportive që i kemi të pakta, që janë kthyer gjitha në pallate. Kemi mundësi që këta të rritë ku do stërvitet të kjo fush që do bëhet një stadium i mrekullueshëm, ja do një fush ndim se s'bën ekipi i Sopotit këtu. Nëse do mendojmë që ta fusim në brazdën e ligjit për të gjetur sponsor të tjerë që të kthehen shoqëri aksionere, që të futen dhe tifozat aksioner, me 1% të vogël, duke paguar dhe 1.000 lekë të vjetra, një kafe atje, do t'i paguajmë për ekipin e futbollit. Që të ketë mundësi të mlidhen pastaj këtu kur zhvillohen ndeshjet, të kërkojnë llogari, të bëjnë një bord drejtues. Këto janë politikat tona, nuk është problemi, po marr unë ja 50 topa, vajtan kukës unë atje, po unë me që i përkas, si thuash, sektorit mundjes, më vjen gjyna, dhe vajtan kukës atje me këta shokët e ekipit, dhe blem një 20 komplete tutash, ca kostume mundje, i qumë një 2 kukla, u që gjithë qytetin kom, po pëse mërë për ka që janë keq për 2 milion lekë të vjetra, një ekip futbolli, apo dalun me ca biznesmen, po mbledhim ca lekë, po nuk do eci futbolli kështu, tjenit sigurt. Futbolli do eci duke pas fushën, që ai kur ta mësoj t'i bjeri topit, t'i bjeri tamam, se po e mësoj gabim fillim, ka për t'i rasi fshataret pastaj që s'kam për t'bo hajër kur. Prandaj them, të bëjmë terrenet sportive, t'i kthejmë ato në qendra që t'kesh lezet t'ysh brenda, që dhe t'i edukojmë të atërim, të bëjmë dhomat e çveshjes, që të lahen, të pastrohen, të vinë, kualifikojmë trajnerët dhe pastaj të mendojmë shkojmë Champions League. Po mos mendojmë bini 2 topa, bini 2 bluza, ja i sollëm. I tham një biznesi këtu na i sollën, nuk ka vlerë. Është për rrugë të shkurtër. Të mendojmë, të ndërtojmë shtëpinë tonë të sportit, të majtë djathtë, ç'a jemi. Nuk ka rëndësi fare se për këtë do votoni ju këtu, majtas apo djathtas. Jemi njerëz sportit. Dhe në stadium kur ngrihet flamuri, kur loz ekipi kombëtar, është flamuri jonë, nuk janë tifozat të PS-s apo të PD-s. Dhe mua pra ndaj më vjen keq që kjo qeveri në 8 vjet e ka politizu sportin. E ka politizu më, nuk na vinë shokët tanë për draftet e sportit, se thonë është drafti i Partisë Socialiste me heqin nga puna. Është të mërshme. Unë abitem se këtu s'kemi as bashkine si jeni mbledh kaq.
Se në qytetet tjera na vinë më pak nga frika, se heqin nga puna inspektorët, trajnerët që i paguan bashkia është të mërshme. Që është ky politizim në sport, më dakord një fut, por në sport, në futbol, ku vjen gjithë qyteti, që është imazhi i qytetit, kanë frikë njerëzit vinë nga kjo qeveri e papërgjeshme që duhet me 23 qershor ta shkulim nga vendi, se ne ka fut ligën parë. Çfarë keni në pyetje tjetër këtu? Ka një jetë për të nuk zezit. Ti ka në i kam puna me gjitha po. Plus saj, janë shumë djemë, gjithë shkollarë që marrojnë. Dhe ja sa po, duhet i qikë që kur t'i vinë derës. Komunitisht ne kemi 10 quma që janë gjithë shkollë. Marrojnë shkollën vinë këtu. Bese, shiko, atë themi që si kur t'kishe pas pak dëshirë dhe mirë kuptim, një 30 mësues që marrin rrogën librash, por janë nuk i din ku janë gjithë nga Elbasani, kishim heq ata dhe kishim vënë ta çuan librazhet dhe gjithë ekipi i sportit librazh merrte. Por po të kesh dëshirë dhe po ta trajtosh sportin si një prioritet, jo vetëm për aspektin e zhvillimit të përbashkët. Ja thash, sikur gjysmën e buxhetit të mbajtjes së klubit ta kenë jo vetëm bashkia, por edhe institucionet shtetërore. 10 vjeç dhe në moshën 30 e ca vjeç e lë. Edhe gjithë të periudhë nuk i njihen as siguracionet, as pensionet, dhe ne i kemi futur të gjitha këto, biles kemi futur dhe një që sportistët që janë 14, 15, 16, 17 që do t'ikin në shkollë të lartë, në rast se janë kampion me ekipin e Sopotit në sportet futboll, volebol që mund të ketë një qytet, ose në sportet individuale janë kampion kombëtar vend, par vend, dytë kemi vënë një pikëzim që kur të shkosh të konkurosh në fakultet do kesh një bonus në krahasim me një nxënës tjetër që shkon për të konkuruar atje, se ti lë kohë nga jeta jote që duhet mësosh, nga librat, nga edukimi për të marrë me sportin.